Është hapur gara ndërkombëtare 370 milion euro për ndërtimin e hekurudhës elektrike Vor-Hani Hotit. Hekuruda që do të lidhë Shqipërinë me Malin e Zi, do të jetë 120 km e gjatë, do të ketë 12 stacione, 12 ura dhe një tunel 320 metra në Lezhë. Ky projekt është investim 50% i Bashkimit Evropian dhe 50% financim nga Bergj dhe Banka Europiane e Investimeve. Ambasadori i BE-s Silvio Bonzato ka thënë se ringritja e sistemit hekurudhor është gur themeli për integrimin rajonal dhe europian, ndërsa Banka Botërore ka vënë dukje se ky projekt do të ketë impakt të madh edhe në ekonomi. Shpejtësia e lëvizjes së trenave do të jetë deri në 120 km/h dhe koha mesatare e udhëtimit nga Vora në Hanin e Hotit do të jetë 2 orë. Fluksi vjetor parashikohet në 2.3 milion pasagjerë ose 900.000 ton ngarkesa mallrash në vit. Në fazën e ndërtimit të kësaj hekurudhe parashikohet të punësohen 1.000 persona, ndërkohë në fazën e operimit do të ketë 100 punonjës. Ministria e Infrastrukturës ka konfirmuar se ka përfunduar studimi i fizibilitetit për hekurudhën Durrës-Prishtinë me ngjatësi 105 km, e cila do të lidhet me hekurudhën Vor-Hani Hotit në zonën e Mjedës.